Ju përshëndes zonja dhe zotërinj, ju ftoj të na ndiqni sepse do të flasim për një çështje që na përket të gjithëve. Keni dëgjuar besoj së fundmi për nismën për fëmijët, dorëzuar edhe një projekt ligj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ky i fundit ka dhënë dakordsinë për mbledhjen e firmave. Po çfarë është nisma për fëmijët? Nisma për fëmijët dhe projekt ligji për cilin do të diskutojmë me aktivistin Klajdi Pllaha. E përshëndesim njëherë Klajdin. Përshëndetje Klajdi, faleminderit që je me ne. Bëhet fjalë për një projekt. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Për një projekt ligj, zonja dhe zotrinj, për kurimin falas të fëmijëve nga 0 në 18 vjeç jashtë vendit, pra kurimi falas i fëmijëve jashtë vendit për sëmundje të cilat nuk i mbulon dot sistemi ynë shëndetësor. Ndërkohë, prej ditësh tashmë ka nisur edhe mbledhja e firmave në qytete të ndryshme të vendit, ndërkohë zanafillën me sa di unë Klajdi e ka në Korçë kjo nismë, apo jo? Si nisi kjo iniciativë? Grupi nismëtar faktikisht është i gjithë i përqendruar në Korçë, por ne janë bashkuar dhe organizata të tjera dhe aktivistë nga gjithë Shqipëria për të mbledhur firmat. Fillimi i saj ishte faktikisht sepse ne përballemi shpesh me raste të tilla fatkeqe ku familjet të gjendura në nevojë kërkojnë ndihmë nëpërmjet fondacioneve ose marrin kredi në borxhe, shesin shtëpinë për të shpëtuar fëmijët e tyre. Ne patëm një rast në Korçë, i cili na preku shumë të gjithëve dhe falë Zotit fëmia tani është mirë, u shëruan fal një fondacioni që ndihmoi për të çuar në kurim në Itali. Po duke marrë shkasa kjo ne kuptuam që nuk mund të jetë kjo zgjidhja, por nuk mund të jetë zgjidhja që të kërkojmë fundraising, të kërkojmë kredi, të kërkojmë mbështetje nga shqiptarët, që cilët janë shumë zemërgjerë, por duhet të kemi një mekanizëm shtetëror, funksional, praktik, i cili të sigurojë jetën dhe kurimin për çdo fëmijë që ka nevojë. Klajdi, tashmë na ndjekin shumë prindër të cilët mund të kenë fëmijë të tyre nga 0 deri në 18 vjeç me sëmundje që fatkeqësisht sistemi ynë shëndetësor nuk i mbulon. A janë përcaktuar cilat janë diagnozat që janë pjesë integrale e këtij projekt ligji dhe për sa fëmijë në vit bëhet fjalë, nëse ka një studim përafërsisht, le të themi? Po, lista e diagnozave të cilat nuk kurohen nga sistemi shëndetësor publikohet në mënyrë periodike nga Ministria e Shëndetësisë. Për ato janë sëmundje që dihen, por projekt ligji ka parashikuar dhe rastet kur sëmundja nuk është diagnostikueshme. Dhe në bazë të statistikave tona duhet të jeni diku në 40-50 raste në vit, të cilat nuk mbulohen nga sistemi publik dhe kanë nevojë për ndërhyrje të specializuara. Qartë. Pllaha, natyrisht kjo është një iniciativë shumë e dobishme dhe më lejoni t'ju falenderoj për këtë iniciativë kaq të dobishme që e keni çuar deri në projekt ligj tashmë edhe në mbledhje firmash për t'u bërë sa më dobishëm. Po pse domosdoshmëria për t'i çuar për mjekim jashtë vendit, kur ndërkohë mund të insistonim të gjithë së bashku që edhe këto sëmundje që nuk mbulohen dot nga sistemi ynë shëndetësor të kuroheshin këtu në Shqipëri? E mira sigurisht do ishte që ne të kishim një sistem shëndetësor perfekt që kuron dhe shëron çdo sëmundje, jo vetëm për fëmijët, por për çdo grup moshë. Po për të qenë realist, ne kuptojmë që kjo është e pamundur. Edhe për një popull dhe një shtet të vogël si yni, procedura që ne kemi marrë parasysh, faktikisht ka shembuj të mirë edhe nga vende shumë të zhvilluar se ne. Pra, edhe Norvegjia, që ne jemi shumë lart me të, kam parashikuar që mund të ketë sëmundje që nuk i kuron dot brenda vendit dhe i mbulon shpenzimet për t'i çuar diku jashtë. Pra, nuk mund të pretendojmë që ne të kemi një sistem shëndetësor që të kurojë çdo lloj sëmundje, por besojmë se ky projekt ligj mundet të stimulojë qeverinë për të ndërhyrë në sistemin shëndetësor për ta përmirësuar atë. Pra, nëse ky projekt ligj miratohet dhe pas disa vitesh Ministria e Shëndetësisë shikon që
fondet më të mëdha për këtë çështje i merr një diagnozë të caktuar, atëherë mund të shkosh më lekë për të investuar në një sallë operacioni të adapte për të sëmundje apo tek kapacitetet njerëzore të mjekëve tanë, apo qoftë edhe të lidh një marrëveshje me mjek të huaj që të vinë të bëjnë të ndërhyrje në Shqipëri. Pra, projekt ligji themi që stimulon zhvillimin e shëndetësisë në përgjithësi. Madje nëse më lejoni të shtoj diçka. Patjetër. Në projekt ligj ne kemi parashikuar që në qoftë se një sëmundje nuk kurohet në sistemi publik shtetëror, hapi parë që kontrollohet është në qoftë se ai mund të shërohet ose të kurohet në spitalet private brenda vendit. Dhe në qoftë se kjo nuk ndodh, atëherë kontaktohen me spitalet jashtë vendit. Pra kjo është për të ulur dhe kostot e transportit e tjera. Kështu që mund të jetë incentiv që jo vetëm shteti, por dhe privati të investojë në këto raste komplekse. Qartë, Pllaha, që të mos largohemi shumë, tani ju thatë që Ministria ka një lloj transparence sa i takon diagnozave sëmundjeve që kanë pamundësi për t'i kuruar në spitalet publike në vend. Po arsye, transparencë, pse nuk mundemi dot, pra mungesë aparaturash, mjek të paspecializuar, a ka një transparencë të tillë? Besoj se janë të gjitha nga pak, pra edhe aparaturat mjekësore mund të mungojnë në për raste specifike, mbase kostot e krijimit të një sallë operacioni komplekse për raste të tilla të fëmijëve mund të jetë shumë më e madhe se sa mbulimi i shpenzimeve jashtë vendit. Për sa i përket kapaciteteve mjekësore, unë nuk e di të them, por me siguri që mjekët tanë ose janë shumë të profilizuar ose mund të profilizohen akoma më shumë nëse kanë kushtet për të kryer këto lloj ndërhyrjesh. Qartë, për më tepër që kemi dhe numrin më të vogël për mjek për banor, kështu që janë të gjitha arsyet nga pak. Pllaha, ka një përllogaritje sa mund të shkojë fatura për buxhetin e shtetit dhe më lejoni t'ju pyes edhe në lidhje me procedurat, çfarë parashikon ky projekt ligj, pra si do të aplikojnë familjarët, a fatet e pritjes, a do të ketë penalitete, nëse do të ketë vonesa që shkojnë në përkeqësimin e shëndetit të fëmijëve, larg qoftë edhe në fatalitete. Faktikisht ky projekt ligj është shumë detajuar, është bërë një punë shumë e mirë nga ekspertët e fushës, si juristë, si mjek apo ekspertë publik, dhe në fokus të tij ka pikërisht këtë lehtësimin e procedurave, pra në mënyrë që rastet komplekse mos ketë më nevojë prindi të mbledhë dosjen e fëmijës, të gjejë ku kurohet, por në mënyrë automatike nga spitali universitar, që është spitali terciar në shtetin tonë, mjekët e referojnë në rastin si të pakurueshëm në një komision të ngritur ad hoc në Ministrinë e Shëndetësisë, dhe atje pastaj prap ekspertë që mund të jenë qoftë mjek, qoftë ekspertë të tjerë, kanë afate të mirë përcaktuara, pra shumë të shkurtra, brenda 72 orësh duhet të marrin vendim dhe të vënë në lëvizje mekanizmin që gjen spitalin privat ose spitalin jashtë vendit dhe mundson gjithë transportin dhe gjithë facilitetet e tjera që ka nevojë kurimi. Pra lehtësimi i procedurave burokracive është në thelb të këtij projekt ligji. Për sa i përket kostos, ne kemi parashikuar një fond të dedikuar në buxhetin e shtetit për këtë arsye, i cili është i papërfillshëm, themi, është 0.05% e buxhetit të shtetit. Po sigurisht kemi përcaktuar dhe një mekanizëm që në qoftë se ky fond ezaurohet brenda vitit, Ministria e Shëndetësisë ose ky komision ka të drejtën të kërkojë një fond rezervë nga Ministria e Financave. 0.05% nga buxheti në këtë rast mund të flasim me shifra konkrete, Pllaha, sa mund të shkojë? Gjithmonë jemi brenda parashikimeve tona, po sigurisht nuk është definitive.
Patjetër. Duhet të diku në 4 milionë euro në vit. 4 milion euro në Që vit. sigurisht nuk është e thënë të ezaurojë të gjithi, siç nuk është e thënë që të mjaftojë. Patjetër. Në varësi të rasteve që do të kemi, të fëmijëve nga 0 në 18 vjeç që vuajnë nga sëmundje që nuk trajtohen dot në sistemin tonë spitalor. Po mirë, Plaha, meqense ju thoni që projekt ligji është konsultuar me ekspertë të fushave të ndryshme, ju keni zhvilluar pashe dhe tryeza me përfaqësuese dhe të mediave dhe jo vetëm. Për shembull, prindër që na dëgjojnë tani nëpërmjet ekranit, kur bëhet fjalë për pagesën e diagnozës, përfshihet edhe akomodimi i familjarit shoqërues, meqense flasim për fëmijë, natyrisht duhet mendohet edhe për familjarin që do ta shoqëroj. Pra, është menduar edhe akomodimi i familjarit pjesë e fondit? Po, është pjesë e fondit, është parashikuar dhe transporti dhe akomodimi për një familjar shoqërues. Pra është menduar edhe... E munduar të jemi një projekt ligj sa më të plotë, që mos ketë nevojë për akte në ligjore të mëvonshme dhe rregullore. Po sigurisht nuk është definitiv, ne jemi akoma duke konsultuar dhe edhe në momentin që do arrim të çojmë firmat në parlament, do kalojnë në komisionet e posaçme të shëndetësisë, të financave, komisionin ligjeve, kështu që sigurisht ka vend për diskutime dhe mund të ketë edhe përmirësime. Kështu që ne mirëpresim qoftë edhe ekspertët e fushës që të japin kontributin e tyre në përmirësimin e këtij projekti ligji dhe të bashkëpunojmë. Pra, meqense ju thoni që fondi kushton vetëm 0,05% të buxhetit përafërsisht në varësi të rasteve, por nuk ekziston frika për taks të re për të garantuar këtë fond që kërkohet për kujdesin e fëmijëve, besoj. Po, le të themi që kjo është 4%, më falë se flas në përqindje, po një është sëmundje profesionale. Është 4% e fondi që Ministri i Shëndetësisë i dedikon sterilizimit të instrumentave mjekësore në spitale. 4%. Pra një shifër është një fond shumë e përballueshme, le të themi. Është realiste, le të themi, është realiste. Plaha, projekt ligji që tashmë ka marrë edhe aprovimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe siç thoni juve, presim firmat e qytetarëve për të shkuar edhe për të depozituar në Kuvendin e Shqipërisë. Çfarë ka menduar për transparencën, për shmangjen e abuzimeve, për garanci që fondi të përdoret aty ku duhet, jo për klientelizëm, pra për transparencën të flasim pak? Kemi parashikuar mekanizma të transparencës, kemi parashikuar dhe mekanizma të aktivizimit automatik të kësaj procedure, dhe kjo sigurisht lehtëson procesin, sepse edhe fakti që diagnozat janë të mirë përcaktuara, edhe fakti që nuk kurohen në Shqipëri, dhe fakti që kemi një komision profesional për përcaktimin e rasteve nëse mbulohet ose jo nga sistemi shëndetësor. Besoj se gjitha ato e ulin riskun që të kemi abuzime. Qartë. Plaha, sa ka shkuar numri i firmave deri tani? Sa ditë keni në terren? Dhe ku mund t'ju gjejnë qytetarët? Pra ku e keni qendrat tuaja në qytete të ndryshme? Kemi nisur duke promovuar. Po. Duke promovuar si nismë në qytetin e Korçës, mbase rreth një muaj më përpara. Kemi pasur disa herë dalje edhe në terren në pedonale qytetit apo në park, për të mbledhur firma. Aktualisht jemi në qytetin e Tiranës, edhe përballë bibliotekës kombëtare, edhe tani që flasim duke mbledhur firma. Shumë shpejt, besoj në fundjavë, mbas edhe që nesër do jemi në Durrës dhe në Shkodër, në Pogradec po ashtu në fundjavë, dhe ne mirëpresim dhe po përfitojmë nga rasti nga televizioni juaj për të bërë një thirrje të gjithë aktivistëve, të gjithë organizatave të shoqërisë civile, të cilët e mbështesin këtë nismë, të ndihmojnë duke na kontaktuar ne për të mbledhur firma. Sidomos në qytetet ku ne nuk kemi ende tenda si në Vlorë, në Fier. Doja dalim, besoj.
A jeni optimist? Deri tani kemi arritur gjysmat, jemi gati tek 10.000 firma. Urime, Kështu që jam i sigurt që do ta dalim të mbledhim shumë më shumë se sa 20.000 firma. Plaha, po nëse shteti e refuzon këtë projekt ligj, pra nëse flasim për kuvendin e Shqipërisë, aty ku siç edhe ju sollët në vëmendje publike do të kaloj një herë në komisionet parlamentare të posaçme të shëndetësisë, të financave, nëse merr okejin aty natyrisht shkon edhe për votim në parlament. Nëse refuzohet, sa larg jeni gati të shkoni, pra cili do të ishte hapi i radhës nëse larg qoftë nuk merret në konsiderat? Unë parimisht jam gjithmonë optimist. Nëse do të filloja duke menduar për pengesat, atëherë do nisnin nisma të kësaj natyre. Faktikisht, ne që në momentin e parë që e publikuam si nismë, pati disa deputet, disa anëtar të parlamentit, si nga majoranca, edhe nga partitë të ndryshme opozitare, që na u ofruan për ta propozuar ata nëpërmjet deputetit, pra pa patur nevojë të mbledhnin firma. Ne sigurisht falenderojmë për mbështetjen, por refuzuam këtë lloj qasje për shkak se besojmë që 20.000 apo 40.000 firma që ne mund të çojmë në parlament janë ka një ndikim shumë pozitiv edhe tek parlamentarët për ta kuptuar që sa e rëndësishme është për qytetarët kjo kauzë. Dhe për më tepër unë besoj se gjithë ky promovim publik po ngre opinioni publik që ta kërkojë si nismë dhe njëkohësisht të edukojë qytetarët për të kërkuar të drejtat e tyre edhe në të format e larta se siç është një projekt ligj. Jam i sigurt që do ta dalim, do kontaktojmë edhe me deputetët përkatës në komisione për ta mbrojtur projektin tonë, për ta sqaruar, po edhe për të marrë sugjerime që mund ta përmirësojmë. Dhe jam i sigurt që do aprovohet. Plaha, po këta deputetët... Është një kauzë e drejtë. Kemi pasur një... Këta deputetët që ju kontaktuan... Sepse jam në distancë dhe... është e mirë kuptueshme në transmetim të drejtë për drejtë, qytetarët e dinë që zëri vjen disa sekonda me vonesë. Plaha, këta deputetët që u bashkuan, afruan me nismën tuaj për ta paraqitur ata në parlament, si nuk ju kishte shkuar mendja vetë për një nismë të tillë? Ja bët këtë pyetje ndonjërit prej tyre? Jo, Presidenti i Shtetit nuk e bëra këtë pyetje, por nuk besoj se një deputet mund të mendojë për çdo kauzë të mundshme, për çdo përmirësim të mundshëm të sistemit, qoftë shëndetësor apo ligjor në përgjithësi. Për këtë arsye janë ekspertë të fushave, janë komisionet përkatëse të shëndetësisë, të cilat mund të nxjerrin nisma të kësaj natyre. Po, unë në parim dhe në opinionin tim si aktivist, jam shumë pro aktivizimit qytetar në vendimarrje. Dhe pikërisht ky projekt ligj mund të shërbejë edhe për këtë, për të nxitur sa më shumë një lloj angazhimi qytetar në këtë formë. Nuk duhet të presim çdo gjë nga të zgjedhurit tanë, duhet të jemi ne vetë më aktiv. Meqense se jeni pro aktivizmit qytetar dhe të gjithë jemi pro aktivizmit, edhe pse shumë optimist nuk jemi, duke parë që kemi qytetarë shpeshherë indiferent edhe ndaj kauzave shumë të rëndësishme. Plaha, si i keni parë ju nga afër qytetarët? I keni parë hezitues, i keni parë aktiv, janë afruar, kanë firmosur me një herë, i keni parë dyshues, hezitues? Ka pasur shumë pak raste kur qytetarët kanë qenë dyshues ose nganjëherë të friksuar për të dhënë firmën e tyre. Por unë do të ndalem nga këto rastet e veçanta. Në përgjithësi, të paktën në qytetin e Korçës ku unë jam fokusuar, qytetarët kanë qenë shumë optimist, kanë qenë falënderues deri diku për nismën e marrë dhe nuk janë stepur për të dhënë firmën e tyre dhe madje për të angazhuar për të mbledhur firma dhe për duke me familjarët e tyre me rritjen e tyre. Dhe është krijuar një rrjet i madh qytetarësh tani në Korçë që kudo po mbledhin firma. Dhe pjesa e madhe e firmave, diku në 7.000 firma, kanë mbledhur vetëm në shtetin e Korçës.
Bravo, Nuk është Korça. pak për një qytet të vogël si Yni. Plaha, unë ju kam parë që ju keni ndërmjetësuar natyrisht me iniciativën edhe të disa përfaqësuesve të diasporës, pra e keni përfshirë edhe diasporën në këtë nismë për fëmijët. Është funksionale, po funksionon? Po, faktikisht të parët që kam mbështetur nismën ka qenë qendresa qytetare, dua t'i falenderoj, sepse ata po bëjnë një punë të jashtëzakonshme për mbledhjen e firmave në Tiranë. Dhe më pas ka qenë dhe diaspora për Shqipërinë e Lirë, zoti Florian Açkaj, i cili dhe ai është angazhuar për diasporën me rritjen e vet për të mbledhur firma, sepse diaspora gjithmonë ka një sy, ka dhe një pjesë të zemrës nga Shqipëria, kështu që duke përmirësuar situatën edhe të shëndetësisë, mbase mund të jetë një arsye që të mos rritet me diaspora, pra të mos ikin me njerëzit në emigrim. Unë besoj që një pjesë e familjeve të cilët janë asur me këtë problematikë, pra me fëmijë që nuk gjejnë kuri në Shqipëri, kanë ikur në mënyrë përfitimtare nga Shqipëria. Dhe mua sigurisht më vjen keq për të gjë dhe shpresoj që ky projekt ligj të prenojë edhe këtë lloj kategorie që largohet. Pla, i përshëndes edhe unë qendresën qytetare, Xhemollarin Qeraxhiun, se nëpërmjet tyre ju kontaktova dhe natyrisht nëpërmjet tyre që qëndrojnë, siç e thatë edhe juve, përballë bibliotekës kombëtare në Tiranë, ku edhe në momentet që ne flasim bashk janë duke mikpritur qytetar për të firmosur për këtë nismën për fëmijët, që është një projekt ligj që synon kurimin falas të fëmijëve jashtë vendit për sëmundje që nuk mundet dot të diagnostifikohen në spitalet tona publike. Nëse keni edhe një thirrje të fundit, Plaha, për të gjithë qytetarët që na ndjekin, për t'ju bashkuar edhe për ta nxituar këtë mbledhjen e firmave dhe depozitimin pastaj të projekt ligjit në kuvend. Po e përsërit ato thirrje që bëra për ekspertët që të vinë të japin sugjerimet e tyre dhe për qytetarët të angazhohen me mbledhjen e firmave, le të na kontaktojnë në rrjetet sociale, në të vinë tek tendat në Tiranë apo në Korçë apo në qytete të tjera ku do jemi së shpejti dhe ta mbledhim sa më shpejt këto firma dhe sa më shumë, që të jemi bindës edhe për parlamentin që të aprovojë sa më shpejt të projekt ligj. Klajdi Plaha, ju falenderoj shumë për bisedën së bashku. Ju uroj sukses dhe ju falenderoj për këtë nismë, në emër të gjithë prindërve, po jo vetëm, të gjithë qytetarëve na ndjekin nga ekrani. Faleminderit. Faleminderit. Dhe nëse ende nuk kishit dieni për këtë nismë, siç edhe tha Plaha pak më parë, nisma për fëmijët në rrjetet sociale i gjeni fare kollaj dhe njiheni aty me gjithë aktivitetin, po edhe me vendodhjet e tezgave ku secili prej nesh mund të shkojë dhe të hedhë firmën për të mundësuar kurimin jashtë vendit të fëmijëve nga 0 në 18 vjeç për diagnoza sëmundje që fatkeqësisht në vendin ton nuk mund të kurohen dot. Ne ju falenderojmë për vëmendjen e kushtuar.